fjetur Vetë vërtetën ta mbys Në shakundim të delur Por buzëqesh janë ngrin Pas fatket si son është shehur E shiu si lari më kate tona do Harrojnë e tët e vona kur ti e shtrir pran meje Më falje dashuri Fotografit në mur një ditë u zbehen Nëse shkon e dis do t'thesh prandaj të lutem re Vesh edhe një natë Vesh edhe një natë Vesh edhe një natë Vesh edhe një Pika shiun lëkurën ton Te kthejmi lautë mirë Vërshojnë qdo prekje, qdo puthje Në trupa tanë të mbirë E ti buzëqesh Për të fundit herë E shiu dot si lari më kate tona do Harrojnë e tët e vona kur ti e shtrir pran meje Më falje dashuri Fotografit në mur një ditë u zbehen Nëse shkon e dis do t'thesh prandaj të lutem re Vesh edhe një natë Vesh edhe një natë Vesh edhe një natë Vesh edhe një natë I kom mojt sy qelë për mas më po të ik E kom mojt kryt nalt e pse kon po kanë drit Jo munu me marr frym thell edhe shpirtin me qetsu E me t'lon me shku, e me t'lon me shku, e me t'lon me shku Po nëse dhimbja vjen, mirë se vjen Vesh me kon me ardh ma shpejt me mpushtu Sa ma herët qash ma mirë Se nuk muj e s'futu Ditët një ka një më mshtu Tu menu për ty E na jer Se mujën me t'haru Na jer Se mujën zemrën prap me qenë E me do njëli me ndriqu Na jer Na jer E na jer Na jer nëse molli për mu t'merë Ti e dyrë të zemrës ta me jën qenë Jo mbenin e një thun kelon atëherë Na jer Na jer Nëse më jën me t'haru Na jer Nëse më jën zemrën prap me qenë E me do njëli me ndriqu Na jer E na jer nëse molli për mu t'merë Ti e dyrë të zemrës ta me jën qenë Jo mbenin e një t'kun kelon atëherë Na jer E na jer Nëse mu jën me t'haru Na jer Nëse mu jën zemrën prap me qenë E me do njëli me ndriqu Na jer Na jer E na jer nëse molli për mu t'merë Ti e dyrë të zemrës ta me jën qenë Jo mbenin e një t'kun kelon atëherë Na jer
Zonjë dhe zotëri, në fund ishte Ylli Limani dhe 3 vajzat finaliste të Miss Universe Albania 2018. Po, përpara se të bisedojmë për to, unë kam një falënderim tjetër shumë veçantë, shumë dhe sinqert, shumë të ndjerë për të bërë, për 2 partneret e mia sot. Dhe këtë falënderim, ka ko për dorë Turkitë. Nuk do e bëj vetëm me fjalë, do e bëj dhe me një gjest. Janë 2 trëndafila, një për Ingerin dhe një për Adën. Nga Speaking Roses Albania që mundësuan edhe gjitha buqetat me lullet fresta naturale sot. Dhe këto 2 trëndafila kanë të printuar me lazer emrin e tyre, sepse me Speaking Roses Albania ju gjeni mënyrën e re të shprehurit. Tani më duar turkisni. Për këto 2 vajzat jashtëzakonshme, të cilat janë shoqëruar sot në këtë mbrëmje të gjatë të ngarkuar me emocione dhe që ishin një habi dhe mua personalisht mi kanë kaluar pritshmërit. Faleminderit. Shumë faleminderit ty, faleminderit të gjithë produksionit. Edhe të gjithë produksionit me shkëlqyshëm. Tani jemi në momentin që do të njohim shoqëruesen e dytë të Miss Universe Albania. Për të zbuluar, do të ftoj modelen shqiptare nga Mitrovica, Diana Avdiu. Diana, me mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma dhe mirë se u gjeta. Është një kënaqësi shumë e madhe që je sot këtu. Faleminderit. Ti besoj se mund të na përshkruash më së miri se si janë emocionet e vajzave tani. Momentalisht frymën e kanë në gjysmë, s'mund të marrin frymë mirë. Okej. Gjëja e dytë e cila ju shkon në mendje përveç emocioneve të cilat i kanë është a do t'ja mon, edhe e fundit shpresoj të mos rrëzohem. E drejt. Okej. Të lutem më ndihmo me zarfin dhe na thuaj cila është shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania 2018. Përcjellësia e dytë e bukur, por e përcjellur me një mendje shumë të kthjellët, Ajli. Ajli është shoqëruesja e dytë e Miss Universe Albania. Faleminderit. Dhe fasha dhe lullet të gjitha për Ajlin, për shoqëruesën tonë të dytë. Faleminderit. Përpara se të shpallim cila është më e bukura dhe cila do të përfaqësoj Shqipërinë në nëntor në finalen globale të Miss Universe, unë do të ftoj me kënaqësi të madhe mbajtësen e kurorës së vitit 2017 që është ende në fuqi, mirëprisni Blerta Lekën. Mbrëma Blerta, një moment, më falni. Kërkoj ndjes, se kam një déjà vu nga viti i kaluar, se viti i kaluar në 2017-ën ishin këto 2 vajza në fund fare. Një nga këto të 2 do të merrte çmimin. Kështu që unë do t'ju ndaj tani, se vëmendja nuk mund të jetë vetëm për ju. Ashtu. Me mbrëma Blerta. Mbrëma. Është shumë kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Si ishte ky vit deri më sot si Miss Universe Albania? Ishte një nga vitet e mia më të bukura, për kaq sa kam jetuar, edhe do ta mbaj më gjatë, do ngelesh memorien time. Faleminderit. Ndërkohë, duhet në vite një zarf më i rënd i mbrëmjes. Më i rëndësishëm i mbrëmjes mbase. Do të ftoj edhe një herë në sken. Erion Zeqiraj. Do më bëj surprizë Erion e dali nga mbrapa, kupton? Kjo muzika të bën me zemër është e vërtet. Erion, ky është zarfi, faleminderit. Ti hedh një sy përpara se mund të ftoj edhe vajzat. Faleminderit. Gjysmë kile krip, 2 kilo domate, 1 kilo qa zarfi më solle, Erion? Problemi është që the zarfin e rënd dhe sova qikë zarfin e djetës. Ore, pse jenë fiksuar të gjithë që unë mi shëndoshur për ideu tani? Apo ke ardhur vetë? Okej. Erion, zarfin e vërtet. Ky është zarfi i rënd dhe i vërtet. Faleminderit. Jam emocionuar unë. Imagjinoj vajzat, imagjinoj ju.
Universe Albania 2018. Vajza që do të ketë privilegjin të përfaqësojë Shqipërinë në finalen botërore të muajit nëntor të Miss Universe është të lançoj publicitet tani, ka për... Jo, nuk e bëj. Më e bukur e Shqipërisë për vitin 2018 është Tracy Sejdiri! Live nga Pallati i Kongreseve në Vision Plus dhe KTV Miss Universe Albania 2018 finale. Ishte një natë e mrekullueshme, pafund emocione. Ju falenderojmë të gjithëve që na ndoqët live kudo në Vision Plus, KTV dhe në rrjetet sociale. Do të falenderoj të shumë në Vision Plus, do të falenderoj Gjizonin, Bletar Linzën, do të falenderoj gjithë djemtë dhe vajza e mrekullueshëm në produksionit, gjithë djemtë dhe vajza e mrekullueshëm që ishin sot në sken, që ishin sot në sallën e Pallatit të Kongreseve, do të shihemi sërish. Kini burajo dhe bëni botën një vend më të mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.